Në vazhdim, shikues të dashur, do të shkojmë tek stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë, atje ku kemi kolegun Elion Nuza që do të na sjell detaje nga kjo ndeshje shumë e rëndësishme ekipeve shqiptare në kuadër të Conference Ligës, një ndeshje që është pritur gjatë dhe natyrisht që do të jetë një numër i madh i tifozëve. Nëse kemi kolegun Elion Nuza nga stadiumi Fadil Vokri, Nuza, mirëmbrëma. Përshëndetje Ndreca, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e emisionit Dueli Ditor. Unë aktualisht jam këtu pranë stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë, ku në ora 21 do të zhvillohet ndeshja e shumë pritur mes dy skuadrave shqiptare, Dritës dhe Shkëndijës së Tetovës, në kuadër të xhirës së 4 të ligës, të fazës së ligës në Ligën e Konferencës. Një ndeshje të cilën e kemi pritur të gjithë shqiptarët, pasi edhe dihet se nesër është edhe 28 nëntori, festa e flamurit, dolja publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe datëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Kjo në ndeshje pritet të jenë rreth 10.000 tifozë, të paktën sipas raportimit janë shitur rreth 10.000 bileta dhe pritet të jenë një numër i madh edhe i tifozëve nga Tetova, ballistët, të cilët nga ora 19 do të mbledhen në sheshin Zahir Pajaziti dhe pastaj do të nisën me kortezh, siç thuhet ndryshe, drejt stadiumit Fadil Vokri për të përkrahur ekipin e tyre të zemrës, Shkëndijën e Tetovës. Ndërsa edhe nga Xhilani nga ora 18 tifozët intelektualit do të nisën, kur do të jenë të pranishëm edhe ata pritet të jenë në numër i madh rreth 2000 deri në 2500 tifozë intelektual pritet të jenë të vendosur në pjesën veriore të stadiumit Fadil Vokri, ndërsa ballistët do të jenë të vendosur në pjesën jugore. Drita vjen në këtë ndeshje pas fitores 0-2 të shtunën kundër Prishtinës së Re në kuadër të Superligës së Kosovës në futboll, ndërsa Shkëndija e Tetovës vjen pas një humbje në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut ndaj Arsimit me rezultat 3-0. Pavarësisht kësaj, të dyja skuadrat kanë bërë përgatitjet e duhura për këtë ndeshje, ashtu siç treguan edhe dje në konferencë për media trajneri i Dritës Zekiria Ramadani dhe i Shkëndijës së Tetovës Jeton Beqiri. Drita ndodhet në vendin e 13 në fazën e ligës së konferencës me 5 pikë, ndërsa Shkëndija e Tetovës aktualisht është në vendin e 21 me 4 pikë. E veçantë për këtë ndeshje do të jetë edhe për dy futbollistët, Endret Krasniqin dhe Egzon Bejtullohun e Dritës, pasi siç dihet Bejtullohu është një djalë nga Tetova dhe duhet të ndeshët sonte kundër skuadrës së vendlindjes së tij, pra Shkëndijës së Tetovës, me të cilin ka fituar edhe 3 tituj kampioni, ndërsa Endret Krasniqi në vitin 2018 kishte fituar titullin kampion me Dritën, ndërsa tani është pjesë e Shkëndijës së Tetovës. Përveç këtyre dyve, një rikthim në stadiumin Fadil Vokri do të jetë edhe për Lirdon Latifin, i cili është një djalë nga Prishtina dhe rikthehet pas 11 vjetëve të luajë këtu në stadiumin Fadil Vokri me fanellën e Shkëndijës së Tetovës. Ndreca, kaq për këtë lidhje direkte, unë i ftoj që të gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini që ta përcjellin faqen e Duelit Sportiv, ku sot gjatë gjithë mbrëmjes do të raportojmë rreth atmosferës para dhe pas ndeshjes pra Drita Shkëndija Tetovës. Nëse ke ndonjë pyetje, linja për ju në studio. Jo, Nuza, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt pranë stadiumit Fadil Vokri me kolegun Elion Nuza.